Këto përgjigje natyrisht që do të na jap i ftuari doktor Rashid Ismaili, Rushit Ismaili, në fakt që është specialist i mjekësisë familjare. Vapa nuk fal, kështu edhe kemi emëruar emisionin e sotëm. Si ndikon vapa, temperaturat e larta në shëndetin tonë të përgjithshëm? Kush janë më të rrezikuarit? Çfarë duhet të bëjnë çfarë duhet bëj secili person si të kujdeset për shëndetin e tij, në veçanti grup moshat e rrezikuara, të moshuarit, fëmijët, shtatzënat mos harrojmë t'i përmendim, ata që kanë sëmundje kronike, punëtorët, ata që punojnë në fush, a ka ende të tillë që punojnë në fush? Nuk e di, ndoshta pak. Po kishte edhe bullica me të harrova të thoje, falenderojmë gjithë ata që më kanë gjetur bullicat, më kanë shkruar, më kanë dërguar dhe foto. Mund t'i komentojmë më vonë. Patjetër, veç unë po mendoj që janë foto që i kam bërë më herët. Nuk janë të tashit. Jo, kam ka shkruar dikush. Faleminderit shumë. Në përmasa të vogla. Dok mirë se erdhe. Mirësejgjej, faleminderit për ftesën. Zyrtarisht të themi mirë se erdhe tani. Faleminderit. Po na pëlqeve që hyre në mënyrë sportive. Jo, ne kemi thënë shumë pak. Sa gjana ka tjera të cilat do të kemi ne. Atëri i zhvillojmë gjithat njëra nga një, edhe i sqarojmë për shikuesit e televizionit Disney. Kam kënaqësinë që të jem këtu në mesin tuaj. Në çaj unë piva një çaj kamomili, po jo asnjë çaj. Kur është temperaturat e larta? Gjithmonë, edhe në temperaturat e larta, në temperaturat të ulta, edhe kjo filozofia e meritës që të nxehtit heqet me të nxehtë, po është e rëndësishme që të hidrohemi, kështu që çaji ka sasitë të mëdha të lëngjeve. Okej. Edhe në këtë rast. Po pak i rënd nga një ky çaj rusi, pak i rënd. Të lehtë, kështu që mos i vësh sheqer. Domethënë gjithmonë unë bëj diskutimin, edukimin shëndetësor të pacientëve që vinë me hipertension, edhe që vinë me diabet, që të konsumojnë sasi të mjaftueshme të lëngjeve. Edhe në këtë rast e kam fjalën për ujin, mi që nuk i sjell ndonjë lëng kështu të frutave ose lëng me sheqer, se pastaj japim pak vaj palme të kemi futur. Vaj palme, po. Kështu që ju them që të mos pini, mos i vëni sheqer çajit, sepse mësoheni me shijen e tij. Një digresion shumë të vogël. Patjetër, gjithmonë. E pyeti njëri, tha, pin çaj? Po, tha, e pi çajin, domethënë, tha, e pin me sheqer? Doktori, domethënë, po i pyet pacientin, i thot nuk duhet me i qit sheqer. Po doktor, po unë çajin e pi për shkak sheqerit. Ashtu thonë disa, mirë po e di që është edhe vështirë që të hiqet nga një shije me të cilën të jemi mësuar si fëmijë, mirë po ne familjarisht kemi vendosur që të heqim dorë nga sheqeri, kështu që vëllezërit, motrat, gjithë ulemi edhe pim çajin. Pa sheqer. Sigur kur shkojnë aty me qit çajin që nuk bojnë hile ka pak, i lum sheqer. Ashtu, na ndodh ndonjëherë që shkojmë mysafir. Edhe në shumë vende që ta ofrojnë çajin e pastaj sheqerin ja vë vet, po ka që ja vën sheqerin paraprakisht. Kështu ka qenë traditë dhe me u heq nga. Me që të jem mësuar me shijen pa sheqer, nuk të pëlqen shija. Ndërsa unë nuk e pi kur pat çon një cop limoni aty për shembull. Po limoni është në rregull. Limoni në rregull, është po ti shtosh limon atë. A ka limoni nuk ka sheqer? Limoni nuk ka sheqer, po limoni dëmtohet në fakt nëse ti e vë në çaj, atëherë ke vetëm acid citrik, po nuk ke edhe vitaminin C. Kështu që lëre të ftohet pak e pastaj vë limonin pastaj ta pi çaj. Jo, pije pak çaj, lele të ftohet pak, më pas qitja limonin. Kjo më e mirë. Ajo është do të bë. Por ndryshe ndikon edhe pozitivisht në çështjen e hidrimit, po edhe në zvoglimin e sasisë së sheqerit që do marrësh gjatë ditës. Kështu që ne nisëm me këshilla, ajo çka duhet të bëjmë në stilin e verës është që të hidrohemi mirë, të marrim sasi të mjaftueshme të lëngjeve, është fjalë për 3 lëngje: çaj, ujë edhe supë. Edhe është kredoja ime që në diskutimet me pacient, me specializantë mjekësisë familjare, me kolegët, kështu që ka ndodhur që disa mjekë të rinj që kanë ardhur për të bërë stazhe në qendrat e mjekësisë familjare më kanë bërë një dhuratë shumë të veçantë, një bluzë me çaj, ujë, supë. Me gotën e ujit, me filxhanin e çajit, edhe me pjatën e supës. E ke veshur ndonjëherë, doktor? Shumë herë kam veshur, edhe në prezantime sepse nuk e mora asat, po më thash që të veshëm në mënyrë kështu. Kush ka thënë? Kush ka pyet doktor se pikrisht kisha thënë atë majic veshe.
Kishte me qenë Për herën tjetër më cool, më interesante për Nuk po flasim emisionin. këtë herë cool, por do të ishte mesazh shumë i mirë, sepse këtu jemi për dhënë këshilla për qytetarin, Po. edhe për pacientin natyrisht. Mirë, po kur e përmende supën, shumë mirë që e përmende, është shumë e rëndësishme që supën ta përgatisim vetë, Po. të mos jetë e gatshme, sepse aty do ta gjejmë më pas atë vajin e palmës, se nëse e lëm frigorifer, e shet që ajo vetëm supë nuk është. Edhe ka shumë krip në qoftë se nuk e përgatit vetë. Më ka ndodhur Merita që ndonjëherë punojnë në ndërrimet e natës. Edhe vinë pacient me ankesa që nuk janë shumë të mëdhaja. Ndonjëherë vjellje, barkëqitje dhe pyet kur ka fillu para 2 orësh. Po para 2 orësh nuk është një periudhë gjatë kohore. S'mund është as me vlerësim që Edhe doktor thot një infuzion. Nuk ka asnjë shenjë humbjes së lëngjeve atë që themi në dehidrim. O, them që ka pihet një sup brokolli, një sup karote. Po shko bëje një sup. ajo është infuzion. Po supat jetë pak e ftohtë, sepse në stinën e verës, ashtu krejt e nxehtë. Nuk e di. Të vakët, po jo kështu të nxehtë. Mirë, po këto janë gjërat të cilat ne na ndihmojmë që të kemi një kohë të shëndetshme gjatë stinës së verës, se ti ke edhe atë moton që të kujdesemi gjatë stinës së verës. Po desha të them që të flasim edhe për gjërat pozitive të stinës së verës, sepse Patjetër. ka vende ku nuk kanë edhe verë të mjaftueshme, ka vende që nuk kanë ditë të mjaftueshme me diell. Dhe ata shëndetin e kanë të komprimituar, definitivisht. Kështu që ka vende që marrin vitamin D vetëm pse janë në vende që nuk ka mjaftueshëm diell. Mirë, po ne kemi diell të mjaftueshëm, po s'kemi vitamin D. Po pse s'kemi vitamin D në trupin ton kur kemi diell të Shumë e mjaftueshëm? rëndësishme kjo, po. Sepse njerëzit nuk dalin në diell. Po, edhe ata që dalin, ka shumë mite rreth asaj se si bëhet përthitja e vitaminës D për shembull. Ka njerëz që qëndrojnë shumë gjatë në diell, por e kanë vlerën e ulët të vitaminës D. Po ka që mendojnë që mund ta marrin vitamin D vetëm gjatë një pushimi në deti, në bregdet. Po këtë vitin. Duhet të jemi të kujdesshëm krejt vitin. Po sidomos gjatë stinës së verës, në qoftë se ne zgjohemi herët e mëngjes, unë provoj të zgjohem gjithmonë herët e mëngjes. Para orës 6, edhe kur e kam alarmin 6 në 5:30, si që fundjavë, para alarmit, edhe zgjohesh herët e mëngjes, zgjohesh me një energji pozitive. Ju dashka me të pas kojshim, o doktor. Edhe të dalim pak në rrizet e diellit. Kështu që ajo ku është keq kuptimi tjetër. Thonë, po unë po dal ball në rrizet e diellit sepse dalin me fytyrë. Fytyra kështu ashtu krijon melanin gjatë ekspozimit të vazhdueshëm, edhe nuk është sipërfaqe e mjaftueshme për të thithur rrezet e diellit, edhe që në mënyrë që efekti i rrezeve të diellit të ndikojë në sintezën, në krijimin e vitaminës D në lëkurë. Mirë, po kush e përthith më së shumti? Unë kam dëgjuar, nuk e di domethënë se është që kjo pjesa këtu është pjesa që e merr më shumë përmes saj, nëse e ekspozon domethënë. Cila pjesë më na tregon pak më kanë pjesa, okay? Po. Dhe nëse ne rrezitemi që shpeshherë dhe nuk kemi më pas vitamin D, zakonisht e rrezisim këtë pjesën. Por kur rrezitemi është mirë domethënë që qëndrojmë këtë pozicion të shtrirë, që të merret përmes kësaj pjese, nuk e di nëse është e vërtetë apo jo. Është bebza e syrit, gjithashtu që thuhet se përthitja e vitaminës D bëhet përmes saj. Por edhe një gjë që e përmendët ju, që të mos tikim e të kthehemi sërish te kjo. The që zgjohesh herët. Kjo e zgjimit herët ka domethënë shumë përparësi dhe pse më pas e kemi më prezente vitaminën D. Do thotë je më i relaksuar, nuk je në stres që të vazhdosh aktivitete tjera, domethënë e pi një supë, e pi një çaj, derisa të vjen koha e punës, nuk i krijon vetë stres, sepse konsiderohet që stresi është njëri prej faktorëve kryesor që nuk e lejon edhe përthitjen e mirë në organizëm të vitaminës D. Edhe rrit nivelin e kortizolit, e pastaj ajo ndikon që edhe të rritet niveli i sheqerit në gjak, sidomos të personat që janë me diabet edhe me hipertension. Po desha të them Merita që më shumë me përthithin krahët, kështu që ata që dalin në natyrë edhe të dalin edhe për të vrapuar, edhe kjo pastaj edhe kofshët që të dalin në shorce, do të thonë pantallona të shkurt, edhe me bluza që ekspozojnë krahët, kështu që edhe nëse bëjnë një vrap të lehtë, ndihmojnë që vitamina D pastaj së bashku me kalciumin të
ndikojnë në formimin e kockave, kështu që sidomos në fundjava, njerëz që nuk kanë ndonjë aktivitet pune, ta shfrytëzojnë fundjavën për të marrë vitamin D dhe për ndërtimin e kockave. Aman të zhvishemi pak i bishë, doktor, për të ardhur, rreth djetë do të zhvishemi pak sa. Po kur je duke bërë vrap, po, pse jo, kur je duke ec, nuk ka gjë të keqe, ne të zdeshur po qëndrojmë midis ditës, domethënë në qytet, mos më shti me fol. Maksi, e pse mos me u zhvesh aty ku është dandi për me u zhvesh dhe me marr vitaminën D dhe shumë përfitime tjera që i ka organizmi. Tani edhe këto që emisioni është i drejtë për drejtë dhe shikuesit tanë mund të bëjmë pyetje për doktorin që i kemi sot, edhe njerë po e përmendim që me ne është doktor Rushit Ismaili, specialist i mjekësisë familjare. Plus 33 44 902 është i hapur. Dhe po flasim për vapën, por edhe faktorët e tjerë të cilët ndikojnë që të kemi një shëndet të mirë në sezonin e verës. Pikërisht në këtë javë kur temperaturat janë të larta. Sot është që deri në 38 gradë do të jetë temperatura. Për momentin ata që ndjekin janë duke bërë gati supën. Si këshill shumë e mirë, është ta nisësh mëngjesin kështu me supë. Mirë doktore, nisëm mëngjesin me supë dhe me çaj, më pas çfarë ta vazhdojmë? Çfarë janë këto ushqimet e tjera që na ndihmojnë për ta larguar pak vapën? Ushqimet e tjera janë perimet. Ne gjithmonë kur flasim për dietën, flasim për një dietë me bazë të perimeve. Është diçka që ti mund ta konsumosh jo me një kufizim të madh, gati pa kufizim. Edhe pasta janë frutat, po frutat duhet një kufizim i vogël, sepse kanë sasi të goxha të madhe të sheqerit. Por është i pastër, sheqeri i pastër thuhet. Sheqeri i pastër është mirë, gjithsesi konsumojnë shumë fruta, por me kujdes. Me kujdes. Mirë, po perime konsumo sa të duash. Edhe kur vinë fëmijët, kastraveci është i sigurt. E kanë në çan, nuk e di. 99% ujë, tu ka kalb kastraveci që e ke pas në çan. E kam ndryuar me një. Maksi vinë fëmijët, goxha bullafeq, kështu e them. A mi numëron pak llojet e perimeve të cilës ti konsumon. That molla, dardha, vetëm këtu do jam perime. Hamburgeri. Dhe kështu që do të jetë perimet. Pastaj mundet gjithçka tjetër, njeriu i duhet gjithçka, domethënë neve na duhen edhe proteinat, neve na duhen edhe karbohidratet, sheqernat, edhe yndyrnat. Mirë, po ato duhet të marrën në sasi të kufizuara. Kështu që e ham një drekë të mirë, edhe aty të jemi pak të kujdesshëm. Jo tepër i krep, ti the edhe që duhet kripa, duhet, po jo shumë, unë thash që kohëve të fundit, gjatë bisedës paraprake që e bëm, është apelu shumë që të hiqet kripa. Nuk është fjala që të hiqet komplet, por ka edhe shumë njerëz të cilët i përgatisin ushqimet fare pa krep. Po mos të harrojmë edhe një gjë, që nuk ka eshtra, nuk ka kocka, nuk ka formësim të organizmit, domethënë pa krep. Dhe ata persona që e përmendë se vinë dhe kërkojnë një infuzion, domethënë në momentin që fillon një vjellje ose një barkëqitje, thotë po shkoj pe marr një infuzion ose pa i ndodh ajo vjellje barkëqitje. E dim që janë shumë që thotë sot kam shumë punë, shumë i lodhur, një infuzion edhe do të jemi i rehatuar për tërë ditën. Shumë lehtë ka nëse e merr një gotë, një shishe me ujë, i qet pak krip. E nisë mëngjesin me të, bën edhe dikur më vonë, kështu që do të hidratohet edhe më mirë dhe do të ketë atë forcën, se sa të vidhe të kërkoj një infuzion. E vërtet, Merita, për ata që kanë besim të konë edhe ata klientela ime, ata prindë që i sjellën në vizitë fëmijët, tani e din që deri në 3 ditë nuk kanë pse të shqetësohen nëse kanë vjellje, barkëqitje dhe temperaturë. Unë ju shpjegoj që të trijat janë të dobishme. Temperatura ndihmon që të shkatërrohen shumica e virusëve. Kështu që përveç nëse është deri në 38.5 gradë Celsius nuk ka nevojë që të jepet fare paracetamol. Vjellja është mekanizëm mbrojtës, ti e heq atë të cilën nuk e do, i heq toksinat, i heq viruset, i heq edhe bakteriet. E njëjta gjë është edhe barkëqitja. As pak. Në qoftë se pastaj ajo nuk ndalon, vjen për këshilla shtesë. Unë rrallë ndonjëherë i preferoj dikuj që të marrë një infuzion, përkundërse i dekurajoj, sepse bën shpimin e venës, edhe kjo pastaj, përveç që shkakton dëm,
të lëkurës edhe të venës mund të kontraktoj, mund të jetë shkak për përcjelljen e infeksioneve. Kështu që ajo që theti për të vënë ujit krip, nuk jam shumë i sigurt sepse ka tretje të ORS-s në let, edhe popullata e di që e ka një përbërje të kripës, të glukozës, sheqerit edhe të natriumit, edhe ajo bën që të përthithet sasi e duhur e kripës në organizëm, më të mos përthithet sasi e tepërt, kështu që përmbajtja e saj është shumë më e përshtatshme dhe më dobishme se infuzioni. Këtë duhet ta kenë shumë të qartë pacientët, qytetarët, përparësia e nelitit, e ORS-s, tretjes, rejdruse, është shumë që blenë kudo në përbërnatore. Po shumë më e përshtatshme, shkenca ka bërë mrekulli se sa infuzioni. Por aty ka dhe përbërës të tjerë, dhe ne e thamë, nëse dëshiron, do me thonë që dhe të mos e marrësh, apo nuk e ke ndoshta mundësin që të shkosh edhe deri në barnatore. Mund ta bësh të me një gotë ujë me pak krip, dhe t'ja bësh vetës një lloj rutine, por me pas kujdes sasinë e kripës, sepse gjatë ditës ne edhe në ushqime më pas përdorim krip, dhe nëse mundemi që ta bëjmë atë balancin, ta bëjmë atë balancin, po besoj që do t'jetë shumë e shëndetshme e as pak e dëmshme. Atëherë nëse vazhdojmë të flasim pak për kripën, ajo që e them unë pacientëve, sidomos me hipertension, është që të mos vënë krip me dorën e tyre, sepse kosovarët akoma vënë shumë krip. Kripa duhet sepse ka dhe jod, na duhet për çështjet e gjendrave tiroidet, cilat kanë vritur që kohëve të fundit goxha është problem në shoqërinë kosovare, sidomos Hashimoto. Mirë po, të themi që vën sasitë mjaftueshme të kripës në bukë, kështu që mos vëmë me dorën tënde. Me kontroll, jo me dorën tënde mirë e të konsultohet me profesionistin. Ka telefonues që po na presin pak më gjatë, kështu që do të mundohemi pak t'i marrim edhe ata dhe t'i shkurtojmë pak sa bisedat tona. Alo, përshëndetje. Si ta keni ju? Alo? Apo në dëgjoni? Po shumë mirë se erdhe. Mirë se u gjej, ju përshëndes ju përzemërsisht stafin, por ashtu dhe doktorin e studio që e keni. Faleminderit. Me qenë që u pyqa pak me vonesë këtu, më intereson të qojnë që përdorëm një pjesë një shqiptare bukur shumë, qojnë e zinë ndryshe i njohur si qaj rusi. Ka ndaj veti shumë negative i pyetje për doktorin. Faleminderit. Faleminderit për pyetje. Kohëve të fundet po i thonë edhe çaj shtëpis. Bash çaj familjes si shtëpis. Po sepse ne jemi mësuar më të edhe vetë pi, edhe më pëlqen në mbrëmje, është relaksues. Ka substancë aktive që edhe rrit diurezën, për këtë që nuk janë procese shëndetësore, është rrit sasinë e urinës, dhe në këtë mënyrë neve na ndihmon pak edhe në tretje edhe në rregullimin e balancës tonë. Ajo që do të thosha unë është që të mos të prohet shumë, njëherë në ditë është e mjaftueshme, është relaksues, është njëherë në ditë një gotë apo disa gota njëherë në ditë? 3 gota, unë 3 gota. Gotë nëse është ajo e çajit. Edhe 2 herë nuk është ndonjë problem as ushqimi. Për shkak të urinimit ndoshta jo shumë vonë. Jo vonë. Mirë po, edhe për çështje të gjumit sepse edhe të gjumit interferon. Po pas orës 9 unë nuk kisha preferuar që të pijet çaj zi. Edhe pse verës pas orës 9 doktor e don çaj. Mirë po u fle para 10 që nuk më zë, kështu që ora 9 është e vonë. Po të them, aty që desha të them edhe një herë tek çaji i shtëpisë, ajo çka unë ju rekomandoj pacientëve edhe të tjerëve është që të mos i vënë sheqer. Pini çaj, pini pa sheqer. Mos e bëni shumë të rëndë, që e themi aty, një çaj i kuq, kështu elegant, është edhe ka shijen e mirë, edhe duket i mirë për sy, mirë po në qoftë se nuk i hidhet sheqer, është e dobishme edhe për çështjet e hidrimit, edhe për çështjen e kufizimit sasisë sheqerit. Mësohet 10 ditë vua njeriu, 10 ditë deri në 2 javë, mas 2 javë është në gjendje që të pihet. Ki me vujt më shumë nëse e pin me sheqer, sepse mësohet organizmi. Edhe një pyetje tjetër e kam për çështjen e lëngjeve, të ujit konkretisht, domethënë. Gjatë verës, edhe pse ne i dim që kjo shkon me proporcion të masës trupore, të gjatësisë, janë ato matje të cilat më tepër nutricionistët merren, por një person, domethënë me gjatësi mesatare, me peshë mesatare, sa afërsisht duhet me konsumu ujë dhe me spjegu si duhet me u konsumu uji. Sepse shpesher bëjmë gabime kur konsumojmë ujë, duke e marrë
për një herë dhe vetëm hidratim s'kemi bërë në këtë rast. Atëherë 2 deri në 3 litra për një person të moshës zakonshme, me peshë të zakonshme, janë të mjaftueshme dhe këto llogaritën edhe lëngje të tjera, çaj edhe supa. Unë dekurajoj marrjen e sheqerit. Më thuaj po apo jo, a është vërtet që pacienti që vjen te ti, infuzioni yt është një çaj dhe një supë më duket. Gjithmonë. Ata që vjellin Gjithmonë. Bravo. Okej, vazhdo. Këtë mund të konsultosh edhe infermierët që punojnë dhe vinë me mendimin kam ardhur me marr një infuzion edhe thonë në sportel. Edhe kur vinë tek unë, ti çaj pa sheqer edhe supë, edhe shumica mbesin të kënaqur sepse bani zyrë ndonjëherë ato dhe më thonë urmë në infuzionin. E mbaj çaj ndonjëherë, çaj me kamomile, tham ja ky është infuzioni im, këtë pije edhe ti, ky më demon për hidratim. Mirë po ku mbetëm tek sasia e lëngjeve, në qoftë se ti merr lëngje me sheqer, atëherë ajo sasia e sheqerit disi e zë atë hapësirën e ujit. Flasim për ujin. Ajo sasi që ti duhet të hidratohesh zihet nga sheqeri. Kështu që për ata që punojnë në ndërtim, për ata që merren me sport, me atletizëm, me futbolla, duhet sasi edhe më e madhe e lëngjeve. Ta marrin një shishe me vete. E kam një kolege, doktorishën Sebati Leshi, kam punuar gjatë me të, tani është në pension, gjithmonë e ka pasur një shishe me ujë me vete. A e ka konsumu? Gjithmonë. Jo vetë për ta mbajtur. Gjithmonë në qoftë se kam pasur ndonjë prezantim. Po, më shumë kur shkojnë në palestër ata çunat marrin një shishe të madhe me ujë, mua më mjafton kjo. Mirë, po peshat që qojnë ata janë shumë të mëdha, edhe sasinë energjisë që e harxojnë është më e madhe. Me konsumu ujin, do me thënë. Se nëse e pin për një herë, nëse e pin pa ndërprerje, ti shpejt atë do ta largosh përmes urinimit dhe hidratimi s'do të ndodh aty. Po si të them, Merita, varet nga situata, e kam një shok që mos me lën kur të kesh sa po e mora gotën, nëse do mos kur po të ke në aktivitete në bujqësi përpara. Ne ishim atëherë në nxënës të shkollës mesme, edhe atëherë kemi punuar edhe në bujqësi. Tha, sa pe marr gotën po harxhohet. Në qoftë se je shumë i jetur, atëherë mund ta pesh edhe shpejt. Por nuk duhet me leju me kryu etje shumë, por me hidratu organizmin në vazhdimsi në mënyrë që ai ujë të qëndrojë dhe shpërndahet në për organet vitale. Shiko, edhe desha të them këtu tek çështja e pritjes së etjes me që përmene. Njerëzit nuk duhet të presen që t'ju thahet goja, ose të ndjehen shumë të etur për të pirë ujë. Në qoftë se mund të pinë edhe në qoftë se janë shumë të etur. Sidomos në sinet e verës. Kjo do të me u kriju kulturë tek secili prej nesh që uji duhet me u pi edhe kur nuk ke etje, nëse dëshiron me pas efektin e vet. Po sepse disa njerëz thonë pi shumë pak ujë. Kjo është shumë keq. Harroj, po një gotë ujë pije në mëngjes. Tjetra është që ne avullohemi. Nuk e dim, lëkura është organi më i madh në trupin ton. Këtë nganjëherë nuk kemi të vëdijshëm. E me lëkurë ne avullohemi, lirojmë sasi të madhe të lëngjeve, kështu që do ta kompenzojmë atë sasi që avullohemi. Kush është thatë duke prit tani është etur. Po e lë më gjatë. Alo? Po. Përshëndetje. Jo, unë jam të pi kafe. Jo bëth mirë. Ti ko ke tha 2 fish ma shumë, se të kafe ata ka përthith ujin, lëngjet nga trupi. Ujin kuadrova pak vorë, mirë po prapë se prapë kam dëshirë me se du me doktorin. Po orderoni. Unë këto ditë jam diagnoza ime është bronhet akut. Po. Kam pas etje atë shumë sa që edhe me himin ujë dikun të isha klej kam e shtëru, po mirë po fatë mirë më kaloj. Mirë po më që ditë fakti se doktorët në përgjithësi nuk janë të e përmenë këtë smunjën laktozën në produktet e tona. E përmendin laktozën? E po që unë se kom të më thonë... Produktin laktozë, laktoza së është smundje, vetëm këtë ta sqarojmë. Unë kuadrova shumë vonë, veç përdu me ditë prej doktorit, unë dhe më thonë kom pas të njëtën me laktozën problem. Qka ke pas? A mundesh pak ma me nga sqaru të lutem? Bakshitje, edhe si do mos në kafe, ato e kom drejt dhe më thonë kafe. Me qumsht. Ka intolerancë? Me gjasë me laktoza. Me qumsht. Sa është e dëmshme edhe është e shërushme, me doktor se kërkus për mund me gjithë
diçka një definicion se sa mujna me qëndru pa këtë produkt qumshtore dhe qumshti dhe më thonë se është i fshatit, a ka laktozë? Atëherë, ti solle disa çështje, e para bronhitin akut, unë në shumicën e rasteve pacientët që kanë vështirësi frymëmarrje i definoj si pacientë që kanë probleme astmë, po tek ne është një çështje e cila pastaj stigmatizohet shumë, ose bronkitë obstruktiv që për shkak të dohanit, po tek çështja e laktozës, unë desha them që qumshti prodhimit e qumshti dhe jogurti janë dietë e shëndetshme e cila duhet të jetë në tavolinën e njerëzve gjatë stinës së verës, të ata të cilët nuk kanë intolerancën e laktozë. Nëse ke intolerancën e laktozë dhe mund të diagnostikohet me teste të ndryshme, atëherë mënyra më e mirë është që të shmanget laktoza. Dhe ka qumështi, ja themi këtë zonjë që jo qumshti që e përmendi ky i zakonshëm, por ekziston qumshti pa laktozë që e merr dhe s'ke fare të Por ndryshe nuk është mirë që të konsumohet qumshti edhe produktet e qumshtit e personave që janë intolerantë, që kanë intolerancë në laktozë, edhe çështja e barkëqitjeve. I kthehemi nëse vjen një pacient ose një fëmijë i cili ka barkëqitje 2 ditë, 3 ditë, mirë po kjo është barkëqitje e zakonshme që mund të jetë për shkak të virozëve, të bakterieve ose për shkak të ushqimit që kanë konsumuar kohë të fundit. Mirë po nuk ka pasur herave të tjera, edhe ne i themi barkëqitje akute, barkëqitje që ka ndodhur aty për aty, jo që ka zgjatur muaj të tërë. Atëherë unë nuk brengosem shumë në këtë rast. Mirë po nëse dikush vjen edhe thotë që kanë barkëqitje të vazhdueshme, ne shikojmë se a ka intolerancë në laktozë, a ka celiaki, në gluten, hulumtohet, po këto janë raste shumë të rralla. Kështu që zonjë, ky është rast shumë specifik për juve, po jo për pjesën tjetër të popullatës, e cila natyrisht do të konsumojë qumshte dhe sasi edhe produkte të qumshtit. Po. Të ndalemi tash tek këto temperaturat e larta pak dhe kur duhet me ditë që po e dëmtojmë shëndetin tonë, duke mos e përfill temperaturën e lartë dhe kohën ndoshta të daljes. Si mundet një person, s'po e them një pacient, por një person i rëndomt me vrejt që po abuzon pak me shëndetin e tij apo të familjarëve, posaçërisht të fëmijëve, kur i ekspozon në kohë pa kohë. Edhe një dallim na e bën në mes të një lodhje të zakonshme që e përshkruaj njerëzit, por thonë që kur është vap, lodhjen e ka më të madhe. Kur kjo lodhje është nga temperatura e lartë dhe kur është një lodhje që mund të ketë shumë faktorë të tjerë. Atëherë, disa njerëz do të detyrohen që të dalin në temperaturat e larta për shkak të punës së tyre, punës në bujqësi, që the kohë. Po, dhe në përditshmëri, edhe gjithë ne që janë kthyer njerëzit pra të bujqësi punës në ndërtim. Në këtë rast po ndon se do të kesh shumë kujdes që ti vën në turne këta njerëz, jo ti ekspozojnë gjithë ditën në pikë të vapës. Mirë po disa të punojnë një ndërrim, disa në ndërrimin tjetër, jo gjatë të kohës një person të punojë në ndërtim. Edhe ata që punojnë në kuzhinë, ato janë vende shumë të mbyllura. Mirë po ata që nuk kanë nevojë, fëmijët të vegjël nuk kanë nevojë që në pikë të vapës të ekspozohen në rrezet e diellit. Ata kanë nevojë për rrezet e diellit, edhe foshnjat, edhe fëmijët e vegjël, megjithëse janë shumë më të ndjeshëm se s'kan melatonin në lëkurën e tyre, pastaj sipërfaqja e tyre e lëkurës është më e vogël dhe dehidrohet më shpejt. Kështu që ti vën në mëngjes, herët në mëngjes të ekspozojnë në rrezet e diellit, edhe ata kanë nevojë për rrezet e diellit. E njëjta gjë është për të moshuarit, sidomos ata që janë në pension, ata s'kan nevojë që të bëjnë aktivitete ditore në pikun e vapës, nga ora 10 e paraditës deri në orën 4 të pasdrekës, të qëndrojnë në ambiente të mbyllura, me ajër të kondicionuar, nëse kanë komoditet, e sidomos ata që janë në plazhe. Plazhet Merita nuk janë vetëm për të qëndruar tërë ditën në diell edhe në zall, mirë po janë edhe për atraksione të tjera, mund të shkojnë të vizitojnë muzeume, të vizitojnë qendra atraktive. Në Shqipëri ka mjaft gjëra për të parë. Çka ke thënë doktor? Po ju të qëndrojnë. E zbuta pa, është medalë rreth plazhës. Në diell, kështu që ta shmangin pikën e diellit. Doktor, vitamina D më pas ku hyn? Në mëngjes. 40
20 minuta janë të mjaftueshme. Atë vitaminën D, nëse del në pikë të ditës, me lëkurë e çon krejt se e ke djeg lëkurën. Në qoftë se digjet lëkura, mos shkojnë ta jepin lëkurën. Absolutisht. Në qoftë se tash flasim për djegjen, të përdorin kremra me faktor mbrojtës të paktën 30%. Ne jemi racë mediterjane, kryesisht jemi të zeshkët. Doktor, mos e jep këshilla, e dim pse. Se nëse faktori 30, ne nuk e respektojmë rregulla që me u përsërit krema, domethënë pas 2 orë. Kështu që 50 plus. 50 për ata që janë pak si më bjandë, që janë më të bardhë. Po, më të bardhë, mirë po për fytyrën, për trupin mjafton 30%. Mirë po, nëse ka ndodhur që digjen, atëherë mos shkojnë ta jepin lëkurën, po të përdorin kremra hidratuese, siç është tazëm pantenol ose aloe vera, po. Mirë po, mos të digjen. Unë asnjëherë aloe vera. Edhe lëngun e domatës. Lëngu domatës. Po. Nuk e di, bashkë që mendon. Kosi, unë jam të kosi. Jo, se më të jetë, kosi jo, sepse kosi bio, jo mund të zbërthejet kosi të shkaktoj iritim. Mirë, po të kthejmë temperaturave të larta edhe të dehidrimit. Lodhja shkaktohet që është simptom shumë e rëndësishme në temperaturat për dehidrimit. Edhe në qoftë se dikush ndjehet i lodhur, s'ka qenë i lodhur përpara, se në qoftë se vazhdimisht janë të lodhur, mund të jetë për shkak të anemisë, një degresion të lehtë, mund të jetë për shkak të vitaminës D lodhja, mund të jetë për shkak të gjendrës tiroide, dhe mund të jetë për shkak të stresit, depresionit, këto katër shkaktarë të lodhjes. Mirë, po në qoftë se pacienti përpara s'ka qenë i lodhur, këtu diferenca fillon tek ndjehet i lodhur. Me thënë të drejtën, nga njëherë ndjehemi i lodhur në punë, nëse ndonjëherë i ekspozohem temperaturave të larta. Nëse punon më gjatë është normale, më shumë që të dish i lodhur. Është që ke vënë kondicionerin, ke bë ajrosjen edhe ndjehesh pak më energjik. Ne po flasim për një lodhje e cila duket e parasyshme, sepse edhe nëse s'ke bërë gjumë të mjaftueshëm, do të zgjohesh më i lodhur se sa që ke rënë në gjumë. Mirë, por nëse nuk ka arsye për lodhje, por po e ndjen këtë lodhje. Dikush është i veshur me rroba jo komode, dikush është veshur me rroba të mbyllura. Rrobat të mbyllura kanë tendencë që të tërheqin rrezet e diellit, kështu që gjatë verës të veshemi me rroba me ngjyra më të qelura. Dikush bile jo të zdeshur shumë sepse ndikon keq, por me qenë sa më të mbulur, je më i freskët. Vitamina D ku me. Vitamina D te bebza të syrit. Jo, të ekspozojmë krahët dhe kofshët edhe herët në mëngjes 40 minuta janë të mjaftueshëm për të doktor, energjia jote po na jep të bëjmë edhe këtë pyetje. Por dikush po na pret. Vetëm le ta përfundon këtë që ishte duke shpjeguar. Në qoftë se ndihemi të lodhur, të kemi parasysh që mund të jetë për shkak të temperaturave të larta, të heqim një sasi të rrobave, të pim sasi të lëngjeve, të ujit në këtë rast të marrëm. Të futemi në një ambient ku ka hije. Më duket Prishtina ka filluar të ketë pak hije. Krahasim me vitet e përpashme, ka filluar që të kujdesen pak për gjelbërimin, pak. Edhe mund të futen edhe në ambiente ku s'ka dohan, me gjithë kafeteritë kemi dohan, edhe ka ajër të kondicionuar. Në qoftë se ka filluar që të ketë ndjenjën e tharjes së gojës, të lodhjes, të plagështisë, e sidomos të marrëmendjes, atë të futet në ambiente ku ka ajër të kondicionuar. Në qoftë se është i shoqëruar me dikë, ta shoqërojnë në qendrat e mjedisit familjare ose të marrë një taksi ose një automjet dhe vitë qendrat e mjedisit. Cilat janë rreziq që do t'i flasim pas pak, sepse njëri u tha tjetri duke na pritur. Përshëndetje. Përshëndetje, Silvia Sadiku për i vushtrisë. Hajde veprimtare! Patriote e doktorit. Jam nga Vushtria, më rëgjin. Jam përkujtej që është e kompare. Përshëndetje për juve, përshëndetje për doktorin. Doktor, faleminderit për këshillat që po jap. Motis pas në dëgju kësi doktore. Faleminderit. Doktor, unë mëngjes e filloj ditën me 1 litër ujë në temperaturë të dhomës në shishën xhamit. Okej. Edhe 1 hudhër, më pas e kam 1 mollë dhe kafe. E vazhdoj tani tjetër. Hudhra, kjo hudhra është interesante. Hudhër qëroj me thoj jo me flikë, kam dëgju që i humbën vitaminat. Kështu kam një problem gjatë gjithë jetës, kam një obstipacio kronik. S'kam lënë analiza, s'kam lënë kolonoskopi, këtë gjitha i kam bo. Dyshi ja kam zorën dhe beli që po më dojmë mjek, ja s'po di qka po ndikon se konsumoj ujë, po nuk e di pse kam këtë natyrë. A kem bipesh, më falë? Tash po kam pas prej fëminis me rita këtë problem, si fëmi, gjithë jetën e kam pas këtë problem.
Edhe s'kom lënë analizë, s'kom lënë kontroll faboze. Doktori është ai që kam punu spitale, edhe në puntojnë, kom qenë gjithë rrezikuar me personel mjekësor. Gjithsesi zgjidh kur ky problem. E që të hudrën që po e përdor çdo herë mëngjes, a e ke heq ndonjëherë nga menyja? Po, ko pas kohë, po se po më duket tani nga njëherë e rralloj. Edhe a ke vrejt ndonjë ndryshim? Për zotë si për lo hudrën, me njerë po fillojnë pasojat. Më mirë kur për përdore. Pastaj doktore kam një problem që shumë ashtu më nxit jetën. Doktor po thojnë s'ka alergji në duhan, po unë aty ku pije duhani nuk po muj me marrë frym, po fillon gjokë se ku me qetë një vend pa biologjik, ku shkojt e mjeku më thash, si ta gjej ilaçin, a ka ndonjë ilaç për këtë punë, më thojnë mos rri aty ku pije duhani, po ku me qetë një vend ku s'pije duhani. Kështu që ky problemi i dytë është pirja duhani në vendet ku po pije duhani, edhe në ambient hapur po tjerë, për shembull është çadra për mi tavolinë në restoran, ose është ndonjë dru, unë nuk e di se si vjen, ose pjen dikush tjetër tavolinë, ti më vjen te unë. Sigurisht bo ai magnet. Do të thënë pas ke dy probleme. Deri tani. Okej, faleminderit, të përshëndesim. Do t'ju ndëgjoj në televizion. Po patjetër, faleminderit. Duke qenë hapësirë të tjerëve. Faleminderit zonjë, po ka shtruar disa probleme edhe çështja është që ne të flasim për temperaturat e larta dhe për dietën. Po mund të vije direkt ti si me që nga patjetër me kënaqësi do të merresh sidomos me çështjen e obstipacionit, edhe do t'i bëja një zgjidhje patjetër. Mirë, po në qoftë se flasim për dietën, ajo që cilën e ndjek zonja nuk është e gabuar. Konsumon sasitë mjaftueshme të lëngjeve. Hudra është shëndetshme, nuk di apo më dëgjon doktoresha Ravie në këtë çast. Që një herë aq shumë më pëlqen mua sa një herë më ka kritikuar mos ha më hudër se po të vjen era. Po pik mëngjesit doktor, me hangër hudër? Po tani nuk është dëm, mirë po në qoftë se të tjerët ankohen e isull, nuk është asnjë gabim konsumimi i hudrës, kështu që mirë po unë një herë e bëra një fotografi edhe ja çova në Viber, i thash Doktor, kolegës Lakmova thash që ta ha këtë hudër, po zguxova nga ti. Është shumë e shëndetshme. Ta konsumosh kështu të papërpunuar është e mirë. Mirë po njerëzit ankohen, kështu që zakonisht ajo që ka bëjune e bëj të përpunuar, domethënë e vë në gjell, e vë në supë, është prap nuk i humb basin, vitaminat. Mendoj që edhe po ta qërosh me thik, prap nuk është ndonjë problem. Dhe kjo ndiko kjo më shumë me duket ka mbesh. Me ka ndodhur që dikush e ka futur edhe hudrën në vesh, edhe pastaj më ka ndalur punë që ta nxjerr hudrën nga veshi, po më ka ndodhur vërtet? Ka ndodhur, sepse kanë menduar që të shëruar veshin, për të shëruar veshin. Antibiotik natyral, por me pas kujdes nëse e qet. Mos vënd në vesh asnjë gjë, pastaj kështu që sa përket hudrës është e shëndetshme, është kardioprotektive, e mbron zemrën, është mirë që edhe çipa edhe hudrat e pjesë e dietës, edhe gjatë verës mund të konsumohen, po të proponuara më mirë për shkak të opinionit të tjerëve. Sa i përket duhanit, natyrisht është i dëmshëm në kuptim të hidrimit, ne po flasim sot për temperaturat e larta, për hidrimin, për dehidrimin, ndikon keq në hidrimin e personit. Vetë mundohemi që të jemi edhe pak më të shkurtër sepse do shumë pak minuta na kanë mbetur. Sa shumë telefonata, mesazhe. Kështu që flasim një ditë tjetër, zonë jemi mirëpritur, mund të vish në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, ju pres me kënaqësi. Një çështje shumë e rëndësishme, kur një person duhet mos me prit më gjatë, por me u lajmëru, do me thënë te doktori, cilat janë shenjat të cilat tregojnë se mund të jetë rrezik për shkak se ka rënë dielli në kry, mund të ketë ndonjë paralajmërim për ndonjë sulm në tru, në zemër si pasojë e qëndrimit gjatë apo dehidrimit të organizmit. Goditja nga dielli është fenomen më i rrallë. Thënë të drejtën, deri tani nuk kemi pasur ndonjë person i cili ka ardhur me këtë problematikë shumë alarmante, është shumë dramatike, mirë po ajo që thati që është mirë që të shmangen kësaj situate duke njohur simptomet. Në qoftë se kanë mundim vjellje, të cilën nuk e kanë pasur më herët, në qoftë se kanë marramendje, në qoftë se kanë filluar të bëhen konfuz në kuptim që ta humbasin pak orientimin, vetëdijen, atëherë duhet më njëherë të kërkojnë ndihmë në qendrat më të afërt të mjekësisë familjare. Përndryshe, shumica e situatave janë të
kalimtare, në qoftë se vetëm pushojmë pak edhe marrin sasi të mjaftueshme të ujit, ose të kenë një shishe ujë me vete, atëherë sigurisht që nuk të vinë në atë situatë ku të kenë alivanosje, humbje të vetëdijes për shkak të goditjes nga dielli. Mirë? Kemi një telefonat tani. E presim, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni, cila është pyetja? Faleminderit për ju dhe për doktorit për e këshilla shumë bukura. Po, faleminderit që na ndiqni. Unë ju ndërgjoj për çdo ditë, se më interesojnë çdo gjë, edhe falenderoj për këshillat. Unë e pije çojin pa sheqer, kofën pa sheqer, ujë pi shumë, vetëm e kam një problem që po ndërrisitna qofe na su kur qet ujë në krym ndërsitna. A prej orës 11 unë nuk dal deri në ora 7, nuk dal për jashtë kur në diell. A vetë këto e kam që një 2-3 vjetë që shtu për ndërsitna, sidomos ditën, natë, pa marrë parasysh, që më kopë që ke ndërsitje, që kjo më ka bo marak, se di pse. Mirë, do marrësh një përgjigje, besoj. Po, faleminderit për pyetjen një herë të përgëzoj për mënyrën se si kujdesesh për shëndetin tuaj, sidomos për ato që konsumon sasi të mjaftueshme të lëngjeve, edhe që nuk vesh sheqer në çaj edhe në kafe. Këtë dakord me ty që kam gjitha këshilla që ke dhënë. Po, sa i përket djersitjes, tash varet sa është temperatura dhomës, a ke termometër në shtëpi? Mbaj një termometër në shtëpi. Në qoftë se temperatura dhomës është mbi 21 gradë Celsius, atëherë natyrisht gjithkusht djersitemi, sidomos gjatë natës. Kështu që është e zakonshme, kështu që të kesh pak edhe kujdes se çfarë vë në shtrat, mbulojat që të jenë të pastra, të lehta, edhe shtroja dhe mbuloja, edhe të jetë dhoma aerosur, përndryshe në qoftë se ke vazhdimisht djersitje, përkundër kësaj eja të shikoj mos ke problem me diabet, mos ke problem me gjendër tiroide, mos ke problem me hipertension, mos ke çfarëdo problemi tjetër që ne jemi në gjendje ta detektojmë përmes analizave laboratorike, përmes ultrazërit që bëhet në qendrën e mjekësisë familjare në Prishtinë, edhe përmes ekzaminimit që e ofrojmë ne edhe fund vim me një përfundim se cili është problemi juaj. Mirë, dhe pak minuta kanë bedu me thënë deri në përfundim të kësaj bisede. Edhe për shtatzënat, ndoshta do të ishte mirë një këshill të jepet se si duhet të sillen, do me thënë. Po. Mirë që shumë edhe këtë çështje, shtatzënia është një gjendje e veçantë edhe është një gjendje emocionale edhe për gruan, edhe për familjarët që presin lindjen e një fëmije, edhe ne do t'i kushtojmë më shumë vëmendje, edhe është fati mirë që shoqëria kosovare po kushton më shumë kujdes për shtatzënat. Mirë, po ajo që desha të them për shtatzënat është një gjendje fiziologjike, është një gjendje normale, mos e merret si gjendje abnormale. Shtatzënat do të kenë kujdes, po jo ekstrem, jo që të mos merren me aktivitet fizik. Aktiviteti fizik, sidomos zimi herët dalja në diell, marrja vitaminës D, ushtrimet, ju ndihmojnë që të jenë më të fuqishme gjatë lindjes, sidomos ushtrimet e pelvikut, e legenit që themi ne. Kështu që ushtrimet e lehta, ecja në natyrë ju ndihmon që të jenë më të fuqishme edhe që të kenë edhe një shtatzëni të mbarë, edhe një lindje më të lehtë. Është fjala për lindje në mënyrë natyrore, sepse kohëve të fundit ka filluar të bëhet zakon që të bëhet lindja me prerje cezare. Në radhë të parë, ndonjëherë edhe nuk e di sa i duhet frutit që të qëndroj në organizmin e nënës, edhe ndodh që frytin e nxjerrën pak para kohën me anë të prerjes cezariane, se ka filluar të bëhet pak në modë. Kështu që shtatzënat të kenë kujdes që të mos dalin në diell nga ora 10 deri në 4 pas drekës. Përndryshe, gjitha aktivitetet tjera duhet të jenë të zakonshme, të ushqehen me kujdes, jo të ushqehen me tepric, jo sa për dy persona. Jo sa për dy persona, nëse flasim për një dietë të shëndetshme bazë të perimeve, kjo do të dedikohet në mënyrë të veçantë shtatzënave. Dhe për fund, një këshill e përgjithshme, si cilemi do me thënë në vap dhe çka të mos bëjmë asesi. Është bukur që jemi në verë,
E presim atë pa durim verën. Është bukur që jemi në një vend I cili ka 4 stinet edhe shijojmë këto të gjitha përfshirë edhe stinën e verës. Është normale që të kemi temperatura të larta. Kështu që ajo çka ne nuk duhet të bëjmë asnjëherë është që në qoftë se ne po ndjejmë që kemi ndonjë problem shëndetësor si marramendje, mundim, vjellje, turbullim të vëmendjes, atëherë të mos e ignorojmë, të mos themi që kjo është e zakonshme, të kërkojmë ndihmë, sidomos për njerëzit që janë moshuar, jo çdo I moshuar, pa ata që kanë probleme kronike, hipertension, diabet, probleme frymarrje, po ndoshta ata të cilët punojnë në ndërtim, sepse janë të rinj, edhe të rinjët zakonisht kanë tendencë që të neglizhojnë, të ignorojnë problemet shëndetësore, thotë unë jam I fuqishëm, mua s'më bën asnjë gjë, as dielli, as vapa, as aktiviteti fizik, kështu që nëse se kanë ndonjë problem, më njëherë të ndërprejmë aktivitetin edhe të konsumojmë pak sasi të ujit edhe të kërkojnë ndihmë shëndetësore. Përndryshe, ajo që do të them si mesazh për në fund është për ata që nuk punojnë natën të krijojnë shprehje të mira, të flanë herët, të zgjohen herët, të shfrytëzojnë rrezet e diellit të mëngjesit, të zgjohen me një energji pozitive. Kjo ndihmon. Çfarë ore shkoni të flini gjumë sepse zgjoni shumë mirë para 10-ës. Para 10-ës. Një qerek para orës 10 ose 10 gjysmë në maksimum. Gjithmonë kështu? Gjithmonë tani them në shumicën e rasteve ka ndonjë parashtim pa para orës 11. Gjatë ditës? Ndonjëherë po. Një pushim I vogël në Tiranë, unë kam jetuar një kohë në Tiranë. Dremitje apo me fut gjumi? Dremitje, mjaftojnë ndonjëherë edhe 15 minuta, 20 minuta. Me marr deri në 30 minuta ajo është më e mira. Po, është të jep një farë energji ajo, të jep një shlodhje. Po nëse zgjat një orë 2 më pas. Jo, mirë po. S'ke bë mirë. Disa minuta është mirë që të dremitet, të kotemi me fjalore e Kosovës. Kështu që jetoni një verë të shëndetshme. Shijojeni, por mos abuzoni me vapën. Me kujdes, Po. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi të jam në studion tuaj. Kënaqësia ishte edhe jona, po besoj që edhe shikuesve ju ke dhënë më mesazhe që ja vlen ti përfillin sepse janë të lehta me përfill nëse duam që të qëndrojmë në shtëpi. Po nëse si përfillim të vështira sepse duhet të endemi nga një doktor te tjetri.